Gjatë këtij jave situata ka qenë shumë e vështirë, sidomos për neve si jem afër këtu, banus, afër pyllit krejt. Për çdo ditë stresum, po faleminderit krejt zjarrfiksave, gjithë dhe juve si media që keni ardhur dhe keni përcjell këtë situatë gjithmonë. Ka qenë një situatë sidomos dje, ka qenë shumë keq. Di me thonë se këto djelmoqa janë heroj, edhe i rujti madh i Zot, Zoti i madh edhe këto kanë hyrë në zjarr. Për neve si familje ka qenë një stres shumë i madh, sepse 20 metra për shtëpia ka qenë flaka, to kanë hyrë në flak. Alojem stresum, po çka më bëhet është kështu situatat e ne. Faleminderit gjithëve. Inshallah gjithë i ruani i madh i Zot, se situata shumë keq ka qenë. Dje gjatë ditës, deri në orët e vona të mbrëmjes, kemi kaluar në një situatë jashtëzakonisht të keqe, për shkak që në lagjen tonë, të lagjen e fisit Salaj, kanë qenë të rrezikuara disa shtëpi dhe fal angazhimit të madh të zjarrfiksëve të komunës së Ulqinit në krye me Abdullani Manbegut, të cilët duhet i falenderojmë jashtë mase për shkak që për masat e zjarrit të djeshëm, orët e vona gjatë mbrëmjes, kanë qenë me përmasat të cilat për syrin tem kanë qenë të paparashikueshëm në një afat mbi 5 minuta ato kanë ardhur dhe kanë afër shtëpive tona, afër ullishtave dhe kemi qenë të rrezikuara jashtë mase. Ky zjarr i cili ka rënë në komunën e Ulqinit në përgjithësi duhet të falenderohet jashtëzakonisht prej qeverisë së Malit të Zi, Ministrisë të Brendshme, kryetarin e komunës së Ulqinit, Gjencin Manbegut, me gjithë ekipet e tij që kanë arritur ta menaxhojnë në këtë formë për shkak që avionet për fikjen e zjarmeve dhe helikopteret kanë qenë në gatishmëri të plotë që rrallë herë janë parë në qeverinë e Malit të Zi si këtë vit. Për shkak që për masat e tij zjarr kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, sidomos edhe në territorin e anës së Malit, në Klezën, në Katërkoll, të kanë qenë dy vendet më të prekura, Shasi po ashtu ku ishte rrezikuar edhe trafostacioni kryesor i rrymës dhe ishte punuar me intensitet shumë të lartë dhe duhet të falenderohen jashtë mase dhe të merren parasysh sidomos zjarrfiksët e komunës së Ulqinit dhe t'ju krijohen kushtet shumë më të mira në një të ardhme për shkak që ka edhe mungesë të kushteve sidomos me kamion, me pajisje e kështu me radhë. Shohim vatrën e zjarrit që është akoma aktive. Sa rrezikon kjo? Ndoshta me kthimin e erës të rrezikohet e njëjta situatë si natën e mbrëmshme. Mendoj që ekipet janë përforcuar dhe ka më tepër ekipe për shkak se kanë ardhur nga komunët të tjera, por për masat e zjarrit nuk mund të parashikohen kurrë për shkak se erët e ndryshme të cilat fryjnë e veç përshpejtojnë dhe ti s'mund ta besosh domethënë që zjarri nga kjo anë ka kaluar në anën tjetër, ka rrezikuar edhe shtëpia tjera këtu, domethënë në një afat shumë të shkurtër, domethënë ka qenë të u bë një katastrofë e madhe.